Në qoftë se do të jetosh gjatë dhe mbi të gjitha të jetosh me një tru të shëndetshëm, të plot, është shumë e rëndësishme të kujdesesh për trurin ashtu siç mund të jesh kujdesur për një fëmijë të vogël. Në të njëjtën mënyrë, duke bërë maksimumin e mundshëm duke i dhënë prioritetin maksimal shëndetit të trurit. Ka shumë gjëra, shumë hapa që ne mund të marrim që tani, që në këto momente, për të mbrojtur afatgjatë shëndetin e trurit. Sot është e mundur, janë rritur vitet që ne mund të jetojmë, njeriu mund të jetojë edhe 100 vjeç, dhe pse jo të mos shkojmë këtë moshë dhe me një shëndet të plot, duke mbajtur mend gjëra, duke pasur të njëjtën linjë logjike dhe funksion kognitiv sikur ka qenë i ri. Mosha nuk justifikon ndryshime drastike të shëndetit të trurit që ndodhin te shumica e njerëzve. Jo, nuk mund ta justifikojmë sepse kemi bërë 70 apo 80 vjeç. Normalisht ka një rënje me kalimin e kohës, ashtu siç ka dhe pamja jonë e jashtëm. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të kemi probleme të mëdha të trurit kur arrim moshën e tretë. Një faktor shumë i rëndësishëm normalisht që është gjenetika. Për shembull, nëse marrim sëmundjen e Alzheimerit, që është rasti më i përhapur i sëmundjes së demencës, ka një komponent gjenetik, ka individ që shfaqin sëmundjen e Alzheimerit përpara moshës 65 vjeçare, që quhet sëmundja e hershme e Alzheimerit, dhe ka një komponent të fortë gjenetik, por dhe në këtë rast normalisht duke u kujdesur më përpara mund të parandalohet zhvillimi i Alzheimerit. Është edhe rasti më i përhapur i Alzheimerit që quhet Alzheimeri më i vonë, late onset of Alzheimer's. Është një sëmundje multifaktoriale që shkaktohet nga shumë faktorë dhe ka dhe ai genet e tij. Për shembull, një nga genet më të përhapura, më të përfolura në këtë zhvillim të kësaj sëmundje mbas moshës 65 vjeçare, pra në Alzheimerin që ndodh vonë, është geni ApoE. Individët normalisht që kanë të dy kopjet e një geni, po e quaj defektoz për ta thjeshtëzuar, kanë një shans deri në 50-60% për të zhvilluar sëmundjen e Alzheimerit, por nuk do të thotë që ky gen vendos fatin tuaj, sepse dhe në këto raste është treguar që individët në qoftë se kanë marrë hapat e duhura, që unë do t'i përmend tani sepse janë shumë të rëndësishme, mund të shmangin zhvillimin e kësaj sëmundje që është vërtet e tmerrshme. Atëherë, disa nga hapat që ne mund të marrim, sepse gjenetikën nuk mund ta ndryshojmë, por mund të bëjmë shumë dhe kemi shumë në kontrollin tonë për të parandaluar jo vetëm sëmundjen e Alzheimerit, por për të pasur një tru me një kujtesë të mirë dhe një tru sa më të shëndetshëm. E para është gjumi. Gjumi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për shëndetin tonë përgjithësi dhe në veçanti për shëndetin e trurit. Gjatë gjumit pastrohet. Imagjinoni siç mund pastrohen për shembull, siç mund pastroni një shpinë apo një pajisje, nuk e di. Një gjë ndodh gjatë gjumit. Dhe është shumë e rëndësishme sepse në fazat e gjumit pastrohen ato proteinat, një nga zhvillimi ose akumulimi i proteinave është një nga shkaktarët kryesorë të zhvillimit të Alzheimerit, që quhen beta amiloide, pllakat beta amiloide, dhe kanë mundësi për të pastruar gjatë gjumit. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjumi të jetë cilësor, 7 deri në 8 orë gjumë. Është shumë e rëndësishme e dyta, aktiviteti fizik. Të paktën 30 minuta ecje në ditë. Nëse nuk keni mundësi për ecje të ngjisni shkallët, të bëni aktivitete të tjera që ju vinë më spontanisht, nëse rritet dhe intensiteti i aktivitetit fizik, gjithashtu është shumë e rëndësishme për trurin. E treta, stop me duanpirje. Nëse je duke konsumuar cigare, duhet të ndalosh me patjetër. Nëse vërtet do që të kesh një tru të shëndetshëm. Ne në përgjithësi e lidhim cigaren me zhvillimin e kancerit të mushkërisë, por është shumë më i rrezikshëm qoftë për sëmundjen kardiovaskulare, ashtu edhe për sëmundjen e trurit, duke përfshirë Alzheimerin. E katërta, menaxho ose kontrollo një herë për të parë se si je me kolesterolin. Kolesteroli, madje geni për shembull ApoE është dhe një gen që ndikon në nivelet e kolesterolit. Janë mekanizma të lidhur. Kontrollo diabetin dhe sheqerin. Mos harrojmë që Alzheimer të referohen edhe si diabeti tipi 3. Janë të lidhura gjithashtu dhe diabeti. Kontrollo dhe tensionin e lartë, pra tensioni, sheqeri ose diabeti dhe kolesteroli. Jashtëzakonisht të rëndësishme. Mundohu t'i mbash në kontroll. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është dhe rrjeti social që ne kemi me njerëzit që na duan, me njerëzit që na mbështesin. Është shumë e rëndësishme, është një faktor psikologjik, por që gjithashtu ndikon te shëndeti i trurit.
Dhe e fundit, jo sepse është më pak e rëndësishme, është dieta. Duhet të kemi një dietë të shëndetshme. Dieta mesetare mund të funksionojë, dieta që janë të pasura me perime, me fruta, me yndyrna të shëndetshme, duke përfshirë vajin e ullirit me arra. Dua të theksoj shumë e rëndësishme është vaji i peshkut ose peshku yndyror. Do të thënë peshku që ka një koncentrim, të themi një përqendrim të lartë të acideve yndyrore EPA dhe DHA. Salmoni për shembull, mund të jetë heringa, sardelet gjithashtu kanë vaj peshku, shumë e rëndësishme të konsumojmë. E di që është e vështirë të konsumojmë çdo ditë dhe nuk mund të konsumojmë çdo ditë peshk yndyror, prandaj do kaloj te tema tjetër që janë suplementet, gjithashtu shumë të rëndësishme. Unë e di që shumica e njerëzve kur dëgjojnë fjalën suplement, unë nuk kam nevojë për suplemente sepse unë mund të ushqem shëndetshëm, por jo. Në disa raste, jo në të gjitha rastet, por në disa raste dhe për disa lloje suplementesh është shumë e nevojshme që ti marrim. Dhe një ndër to është omega 3, pra vaji i peshkut. Ne mund të konsumojmë peshk yndyror, por nuk mund ta konsumojmë çdo ditë dhe për këtë arsye nuk mund të rritim indeksin e omega 3 të vajit të peshkut aty ku duhet për të na mbrojtur. Është treguar që njerëzit që kanë indeks të lartë të omega 3, 8% dhe më lart, për shembull në Japoni mesatarja është 10%, kanë patur një mbrojtje me 50%. 50% nuk është pak të zhvillimit të Alzheimerit. Unë rekomandoj për këtë arsye suplementim me vaj peshku cilësor. Një suplement tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm për zhvillimin, për shëndetin e trurit, për kujtesën dhe për Alzheimerin është dhe vitamina D. Vitamina D ka shumë role të rëndësishme, një ndër to është dhe aktivizimi i proteinës klofë, që është shumë e rëndësishme dhe për plakjen dhe Alzheimerin. E treta, gjithashtu shumë e rëndësishme, multivitamina. Një multivitamin është treguar që për një vit përdorim mund të ngadalësoj plakjen me 2 vite, plakjen e trurit dhe plakjen episodike që lidhet me harresën në 4.9 vite, afërsisht 5 vite. Shumë e rëndësishme është dhe multivitamina.